e veçanta e të gjitha të veçantave të tjera është se jemi në fshatin e herojt të kombit Zahir Pajaziti. Banorët ndërtuan një xhami të re e cila shërbeu deri në vitin 1999, kur u doq gjatë luftës së fundit. Mjaftueshëm të madhe për me marrë edhe rrezet dielli edhe me shiu pamje prej xhamisë nga liçeni i Orllanit. Kontur. Podujeva, qytet me rrënjë të thella historike e kulturore, është qendër e zhvillimit shpirtëror në Llap. Përveç rëndësisë së saj si qytet, ajo është edhe zemra e organizimit fetar në këtë anë, ku besimi dhe jeta e përditshme kanë ecur gjithmonë krah për krah. Rol të rëndësishëm në harmoninë e jetesës luan Këshilli i Bashkësisë Islame në Podujev, i themeluar në vitin 1948. Ai përfaqëson këtë lidhje të fortë mes qytetit dhe besimit. Nga këtu janë udhëhequr dhe mbështetur 10 xhami, janë edukuar breza të rinj në frymën e fesë dhe janë zhvilluar aktivitete që forcojnë unitetin dhe vlerat e qytetarëve. Në mesin e këtyre fshatrave, Orllani zë një vend të veçantë, i njohur për historinë, mikpritjen dhe afërsinë, e me veçanti liçenin e Batllavës. Buzë këtij liçeni, e pranë kullës së Zahir Pajazitit, gjendet xhamia e Orllanit e cila ka një historik të veçantë. Xhamia e parë e Orllanit daton nga vitin 1900. Ajo ndodhej në shtratin ku më vonë u krijua liçeni i Batllavës dhe funksionoi deri në vitin 1963, ku edhe u ndërtua liçeni artificial, që sot furnizon me ujë Prishtinën dhe zonat përreth. Më pas, banorët ndërtuan një xhami të re e cila shërbeu deri në vitin 1999, kur u doq gjatë luftës së fundit. Kjo xhami pritet të restaurohet nga Ministria e Kulturës si dëshmi e qartë e krimeve serbe ndaj objekteve fetare në Kosovë. Pas luftës, në qendër të Orllanit u ngrit xhamia e re, që sot po rindërtohet në formë më të plotë, për të i dhënë besimtarëve një vend adhurimi, ashtu siç ka qenë gjithmonë pjesë e shpirtit të këtij vendi dhe trashëgimisë islame të Podujevës. Por se çfarë rëndësie ka ky objekt? Ëndër e kujt ishte përfundimi i saj? Çfarë aktivitetesh do të kryhen në to dhe kur pritet të përfundohen punimet? Na rrëfen kryetari i Këshillit Mensur Hoti. Zotri Mensur, a mund të na flisni pak për rëndësinë që ka ky projekt? Nderuam, çdo xhami ka rëndësi të jashtëzakonshme, jo vetëm kjo xhami këtu, po edhe xhamit të tjera përreth, sepse objektet e xhamisë na shfrytëzojmë si besimtarë besimit islam, shfrytëzojmë më na afrue drejt Zotit fuqiplot, po të njëjtën kohë më na afrue edhe drejt vëllaznim bashkimit me vëllezërit tonë, të cilët vinë edhe frekuentojnë këto xhami. Për çfarë nevoja saktësisht do të shfrytëzohet objekti? Sigurisht me theks veçantë, xhamit që bëhen me qëllim të adhurimit dhe në nshtrimin ndaj Allahut, dhe në të kryejmë ritet fetare, namazin në theks veçantë, por objekti përmban edhe sallën e mësimit për fëmijët dhe rëndësia e këtij projekti bëhet edhe më e madhe kur e dim se do të jetë e frekuentuar jo vetëm nga fshati Orllan, mirë po do të jetë e frekuentuar edhe nga fshatrat përreth që janë dikon rreth 7 fshatra tjera të cilat do të frekuentojnë këtë xhami. Sigurisht se ka qenë nevojë për një objekt shtesë, realisht u ka pas xhami edhe në të kaluarën, edhe thuhet që nga fundi i shekullit të 18 ka pas xhami në këtë fshat. Mirë po, përveç asaj na i nderuam këtu ka qenë edhe dëshirë e kahmëtshme e imamit tani më të ndjer, Shehzet Pajaziti, i cili ka qenë një imam shumë i vyrshëm edhe shumë punëtor që i ka mbuluar dhe i ka shërbyer këtij xhamati, kësaj pjesës knena, dhe ka qenë shumë me rëndësi edhe për neve të realizojmë qëllimin e tina, mirë po fatkeqësisht nuk e priti që ta jetësoj përfundimin e këtij objekti. Po shohim se punimet vetë se kanë filluar, një pjesë goxha e bukur vetë është ndërtuar. Cilën fazë janë saktësisht punimet dhe kur pritet të përfundojnë? Po thuaj se ndërtimi i vrap vetëm se ka përfunduar, mirë po tash kur do të përfundoj dhe do të finalizohet projekti, parashihet kismet para muajit të madhreshëm të Ramazanit me lejen e Zotit, domthonë në vitin e ardhshëm. Çfarë veçantie ka kjo gjë? E veçanta e kësaj xhamie është se është në një vend turistik, është në një vend nga fshatrat më të bukura që kemi në komunën e Podujevës, në Llap dhe Ngollak. Sigurisht edhe është e frekuentuar edhe nga vizitorë të ndryshëm, të cilët vinë dhe kalojnë pushime këtu pari. Mirë po,
e veçanta e të gjitha të veçantave të tjera është se jemi në fshatin e herojit të kombit Zahir Pajaziti. Dhe kjo e bën çdo gjë më të veçantë këtë xhami. Në Podujev ka edhe disa projekte, disa të sapo përfunduara e disa të tjera në ndërtim e sipër. Njëra ndërto është edhe xhamia në Dumnic, e 45 me radhë. Aty po ndërtohet një xhami e re, saktësisht në lagjën Shqiptarët për Shqiptarët. Ky projekt i mbështetur nga komuna e Podujevës, i mbikëqyrur nga Këshilli i Bashkësisë Islame e i mbështetur nga Fondacioni Sharia Charity International, do të shërbejë si vend adhurimi dhe bashkimi për besimtarët e zonës. Punimet janë në vazhdim e sipër, duke synuar të ofrojnë një hapësirë moderne dhe funksionale për komunitetin, që pasqyron angazhimin për zhvillim të jetesës fetare dhe kulturore në Podujev. Këshilli i Bashkisë Islame menaxhon afërsisht 44 xhami, të cilat janë funksionale dhe kemi edhe 2 xhami tjera të cilat janë në ndërtim e sipër. E njëra prej tyre është edhe kjo xhami e cila do të bëhen me të cilën do të bëhen 46 xhamia në Këshillin e Bashkisë Islame në Podujev dhe qëllimi jonë është të ofrojmë kushte sa më të mira për komunitetin, për xhamatin tonë llapian. Dhe t'ja mundsojmë dhe t'ja lehtësojmë që të kryejnë obligime ndaj Zotit fuqiplot në kushte sa më të mira. Për këtë xhami nderuam, unë e përmenda dhe më herët se ka qenë dëshirë e kahmotshme e imamit të nderuar dhe projektin realisht e ka bë vetë imami me xhamatin e tina, e kanë bë këtë projekt të cilin është duke u realizuar, por financimi është nga Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës, e që këtu e kisha shfrytzuar edhe rastin që t'ju bëj thirrje të gjithë njerëzve të vullnetit mirë, të cilët dojnë me kontribue komunitetit, dojnë me kontribue xhamatit, që adresë të tyre të vetme ta kenë Bashkësinë Islame të Republikës së Kosovës, e cila me shumë punë dhe shumë angazhim po bën më të mirën të mundshme për besimtarët e besimit islam. Për të mësuar më shumë rreth ecurisë së punimeve dhe sfidave të ndërtimit të xhamisë në Orlan, një projekt me vlerë të veçantë fetare dhe historike për këtë zonë, bisedoj me inxhinierin Alush Zeqiri, i cili po udhëheq nga afër gjithë procesin ndërtimor. Fillimisht ndërtimi i xhamisë ka fillu me 26 tetor të vitit kalum. Projekti është i përbën për një sistemi skeletor, edhe përbërja e objektit është nga sutereni, baza përdhesës dhe kati mafilit, me një sipërfaqe prej 200 metra katror bazë. Po diku hapësira ku është për në katin bazë të përdhesës është diku 200 metra katror, mirë po është në pjesën ndarëse edhe korridorit, ku hapësirë neto diku janë 140 metra katror. Që është një hapësirë për mjaftueshëm persona, po besoj për komunitetin e Orlanit, mirë po edhe për njerëz që mundën më ardhë mi kry faljet në xhamin e Orlanit. Mundën më po edhe detajet e dritareve, cilat në katin e mafilit janë me formë harkore, po ashtu dritaret e mëdha cilat kanë një formë harkore edhe ka një sipërfaqe mjaftueshëm të madhe për me marrë edhe rrezë dielli edhe me shiu pamje prej xhamisë nga liçeni i Orlanit, i Batlavës kushtimisht, duke i pasur njëjtën simetrinë 4 anët. Përfundimi për shkak të disa ndryshimeve që janë bë me kërkesë të komunitetit që vazhdimisht i iniciojnë tek imami i fshatit, ku na vazhdimisht kemi një kontakt në bazë të kërkesave tyne, në bazë të ndryshimeve që i kërkojnë, ka shtojca të ndryshme ose diçka me hek për një pozicion me vendos një pozicion tjetër. Nuk ka një datë saktë se kur do të përfundohet, mirë po punimet deri në këtë fazë janë ndërtimi i komplet punës vrasht të objektit është i përfunduar. Prodhimi i dritarëve është në fazën e prodhimit, mirë po ka mbet vetëm montimi i tyre. Janë të kontraktuar punë të pulimit me alumin të kupolës madhe dhe 3 kupolave të vogla, po ashtu edhe sipërfaqes rrafsh së kulmit. Fazë tani është duke u bërë instalimi i gypave dhe kabllave të elektrikës, rrjetit të ujësjellësit, për më pastaj më vendos termoizolimi dhe nivelizimi me istri në bazën e përdhesës dhe katit mafilit. Rindërtimi i xhamisë së Orlanit nuk është vetëm një projekt ndërtimor, është një vepër besimi, një amanet që bashkon zemrat e njerëzve për një qëllim të përbashkët.
Çdo kontribut, i madh apo i vogël, është pjesë e historisë që po shkruhet me përkushtim ndaj fesë së vendlindjes. Këshilli i Bashkësisë Islame në Podujev vazhdon të jetë ura që lidh besimtarët me këto vepra të dobishme. Përmes tij janë realizuar shumë projekte fetare e humanitare, që kanë ndryshuar jetën e komunitetit dhe kanë mbajtur gjallë ndjenjen e solidaritetit. Sepse ndërtimi i një xhamie nuk është vetëm ngritje murësh, është ndërtim shpirtrash, forcim i besimit dhe dëshmi e bashkimit të një populli që e do Zotin dhe vlerat e tij.